Kush udhëton në vendet e Bashkimit Evropian duhet të përgatitet që në kalimin e parë të kufirit në një nga shtetet e BE-s të vonohet deri në 3 herë më shumë se sa aktualisht, kur pret që vetëm t'i vuloset pasaporta nga oficeri i kufirit. Këto vonesa mund të vinë pasi atyre do të merren shenjat e gishtave dhe do të bëhet foto. Më 12 tetor 2025 nis zbatimin sistemi hyrje djalive, një mekanizëm i ri digjital kufitar që do të zvendësoj vulat manuale të pasaportës me regjistrimin elektronik në kufit e jashtëm të 29 vendeve europiane. Schengen Visa Info ka publikuar një informacion të detajuar se çfarë do të ndryshojë për shtetasit që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, ku përfshihen edhe ata shqiptar apo të Kosovës. Aty sqarohet se për udhëtarët jo të BE-s, ky sistem i ri do të thotë marrje shenjash të gishtrinjve, fotografi dhe kohë më të gjata përpunimi gjatë hyrje-daljeve, nga 1.5 deri më 3 herë më shumë gjatë fazës fillestare të zbatimit. Sistemi do të regjistrojë të gjithë shtetasit jo të BE-s që udhëtojnë në zonën Schengen për qëndrime afaqshkurtra deri në 90 ditë brenda çdo periudhe 180 ditore. Sipas Komisionit Evropian, EES do të zbatohet si për udhëtarët që kanë vizë, ashtu dhe për ata që përjashtohen nga viza. Sistemi i ri do të mbledh disa informacione si imazhi i fytyrës për të gjithë udhëtarët, gjurmët e gishtave vetëm për udhëtarët që nuk kanë vizë, të dhënat biometrike të pasaportës, datat dhe vendodhjet e hyrjes dhe daljes. Sistemi do të llogarisë automatikisht sa ditë kemi qëndruar në zonën Schengen dhe sa ditë ju mbeten nga kuota prej 90 ditësh. Të dhënat do të ruhen për 3 vjet ose 5 vjet nëse të kaloni afatin e lejuar të qëndrimit. Zbatimi do të jetë gradual. Vendet anëtare kanë afat deri më 10 prill të vitit 2026 për ta zbatuar plotësisht sistemin e ri. Deri atëherë në disa pika kufitare do të përdoret EES, ndërsa në të tjera do të vazhdohet me vula tradicionale në pasaport. Sistemi i ri i hyrjeve dhe daljeve do të zbatohet në 29 shtete europiane, duke përfshirë 25 vendet anëtare të BE-s që janë pjesë e Schengenit, si dhe Islandën, Liechtensteinin, Norvegjin dhe Zvicrën. Jashtë këtij sistemi mbeten Irlanda dhe Çiproja, të cilat do të vazhdojnë të përdorin vulat e pasaportës. Për shembull, nëse fluturoni nga Dublini drejt Parisit, pasaporta juaj vuloset kur dilni nga Irlanda dhe më pas skanohet në hyrje në Francë. Sistemi i ri i hyrje-daljeve do të përfshijë çdo shtetas të vendeve jashtë BE-s dhe zonës Schengen që udhëton për qëndrime të shkurtra deri në 90 ditë brenda një periudhe 180 ditore. Në momentin e parë të regjistrimit, udhëtarët do të japin një foto të fytyrës në kohën reale, ndërsa ata që hyjnë pa vizë do të japin edhe 4 gjurmë gishtash. Për ata që udhëtojnë me vizë, gjurmët e gishtave nuk do të kërkohen sërish, pasi ruhen tashmë në sistemin VIS. Fëmijët nën 12 vjeç nuk janë të detyruar të japin gjurmët e gishtave, por gjithsesi do të fotografohen. Ky proces synon të përshpejtojë kalimet kufitare dhe të zvendësojë sistemin e vjetër të vulave në pasaport. Gjatë regjistrimit të parë merret një foto në kohë reale e fytyrës dhe 4 gjurmë gishtash për udhëtarët e përjashtuar nga viza.